Dashi, sot do keni nevojë etike të bëni ndryshime dhe të përjetoni emocionet e reja. Ka mundësi që të ndërmerrni edhe ndonjë sfidë. Për ata që janë në një lidhje, dita do fillojë qetësisht, por pas mesdites situata do nxehet e pasioni do shtohet dhe emocionet do të bëhen më të forta. Shfrytëzojeni çdo sekondë deri në maksimum. Por ju beqarët do fillojë një dashuri e madhe dhe tejet emocionuese. Në punë do keni ide brillante, do jeni shumë korrekt dhe askush nuk do mundet dot t'ju pengojë në projektet që keni filluar. Në çdo profesion që të jeni, do ndjeni shumë të nevojshëm për të tjerët. Financat kohët e fundit nuk kanë qenë shumë të mira, kështu që sot duhet të merrni masa më strikte. Demi, sot nuk do t'i duroni dot kontraditat me të tjerët dhe mund t'ja mbathni nga ambienti në të cilën ndodheni. Nëse keni një lidhje, do kaloni shumë vështirësi. Gënjeshtrat do jenë të njëpasnjëshme nga ana e partnerit dhe do preferoni më shumë të qëndroni disa kohë vetëm e të reflektoni se çfarë do bëni. Nëse jeni beqar, tregoni më të kujdesshëm me personat që do takoni sepse disa do mundohen t'ju mashtrojnë me fjalë të bukura. Në punë do keni disa pengesa të vogla, por fal mbështetjes së disa të afërmve nuk do mbeteni në baltë. Me shpenzimet do i keni punët keq dhe problemet financiare do shtohen. Binjakët, sot do ndryshoni shpesh mendim dhe nuk do e mbani mërzitjen. Pavarësisht se çfarë do thoni në një moment, do tregojeni më të hapur për diskutime. Nëse jeni në një lidhje, do vijeni përballë disa zgjedhjesh dhe duhet të merrni vendime të rëndësishme. Nëse jeni beqar, do qëndroni gjatë gjithë kohës para pasqyrës se do mendoni se jeni shumë të bukur. Duke ju rritur mendja, do e keni të vështirë të pranoni ftesat e çdo kujt. Në punë do arrini më shumë nëse bashkëpunoni me kolegët tuaj. Financat do jenë normale. Mundohuni të jeni të logjikshëm me shpenzimet dhe situata do të mbetet e mirë. Gaforja. Jo çdo e vërtet duhet thënë gjatë kësaj dite sepse mund të lindin probleme goxha serioze. Nëse keni një lidhje, nuk priten stuhi të fuqishme nëse dini të tregoni të kujdesshëm dhe të matur. Shmangni edhe prekjen e temave delikate. Nëse jeni beqar, duhet i gjykoni gjërat mirë para se të hidhni hapa. Mundësit do jenë disa, por jo të gjitha do të jenë të shkëlqyera. Në punë duhet të jeni shumë më të duruar dhe më largpamës, sepse përndryshe do ju dalin probleme më serioze. Për buxhet më të mirë duhet të shpenzoni me sa më shumë kursim që të mundeni. Luani. Dielli do ju shtoj imagjinatën gjatë kësaj dite e do t'ju ndihmojë të zgjidhni disa vështirësi që keni pasur. Do jeni në humor edhe më të mirë. Nëse jeni në një lidhje, do e kuptoni që nuk është gjithmonë e rëndësishme të jetosh me pasion për të qenë i lumtur. Do merrni vesh me njëri tjetrin e do ndjeni mjaft mirë së bashku. Ju beqarët duhet të tregoni shumë të kujdesshëm dhe nuk duhet të pranoni çdo ftesë. Disa mund të jenë intrigant dhe me dy fytyra. Në punë ka mundësi të ndryshoni disiplinë dhe do e hidhni çdo hap të mirë llogaritur. Shpenzimet kryeni pasi të keni bërë mirë llogarit. Në këtë mënyrë do shmangni çdo të papritur të pakëndshme. Virgjëresha. Ditë mbushur me gjallëri, alegri dhe ngjyra do të jetë kjo e sotmja. Do keni dëshirë të lëvizni, të njihni vende të reja dhe të eksperimentoni. Ju të dashuruarve, sado që t'ju joshin e t'ju bëjnë propozime interesante, nuk do të ndoheni as pak dhe as nuk do t'ju shkojnë ndërmend të tradhtoni partnerin. Ju beqarve do t'ju ndodh një takim i papritur që mbase mund t'ju çojë në një lidhje afatgjat, por emocionet do të jenë të fuqishme. Në punë, do mendoni të jepni dorëheqjen e të filloni diçka tuajën. Në planin financiar do jeni të vendosur ta përmirësoni situatën dhe nuk do t'i vini vetes asnjë limit. Peshorja. Do jeni në humor të shkëlqyer gjatë kësaj dite dhe gëzimin do t'ua transmetoni edhe të tjerëve. Nëse jeni në një lidhje, keni për të kaluar vetëm momente pozitive e të mbushura me gëzim. Momentet pasionante shpesh do të jenë goxha të forta. Në punë do dini si ta joshni dikë dhe mbrëmja ka për të qenë plot ngjyra. Rrahjet e zemrës do shtohen sikur ndonjëherë më parë. Në punë do i bëni gjërat sipas rregullave dhe nuk do anashkaloni asgjë. Gjithçka do t'ju ecë perfekt. Shpenzimet duhet i kryeni me kujdes edhe pse në fakt gjendja nuk ka për të qenë as pak e keqe. Akrepi. Sot do jeni të paqëndrueshëm dhe gati për të ndërmarrë çdo lloj sfide. Nuk do qëndroni asnjëherë në një vend.
Ju të dashuruari do jeni shumë impulsiv dhe pa dashje mund të lëndoni atë që keni në krah. Keni të paktën kurajon të kërkoni falje. Ju beqarët do ndjeni gati për të bërë ndryshime në jetën tuaj dhe do i pranoni disa ftesa që do t'ju bëhen. Në punë do zotëroni një energji të pa imagjinueshme dhe mund të arrini ndryshime radikale që do t'i lënë të gjithë me gojë hapur. Financat do i mbani goxha të mira edhe pse do arrini të kryeni shpenzimet e menduara. Shigjetari. Për shkak të ndikimit të keq të hënës sot ka rrezik të influencoheni shumë nga të tjerët. Mësoni ndonjëherë të thoni edhe jo. Nëse jeni në një lidhje, ka rrezik që sot të fillojnë debatet e forta për disa çështje shumë delikate. Tregohuni më diplomat dhe matini fjalët nëse nuk doni probleme serioze. Ju beqarët më mirë t'i merrni gjërat shtruar dhe të mos kërkoni me ngul një person për ta pasur pranë. Në punë do jeni shumë të zotët dhe do i zgjidhni edhe disa çështje të vështira të ditëve më parë. Edhe miqt do i ndihmoni pa u menduar dy herë. Buxheti ka për të qenë aq i mirë sa mund të shijoni kënaqësi të reja. Pritsjapi. Sot do doni të eksperimentoni dhe të provoni gjëra të reja. Shpesh do jeni si një vulkan gati për të shpërthyer. Nëse jeni në një lidhje, edhe pse mund të keni pak kohë, sot do kaloni momente shumë të bukura. Do ndani me partnerin edhe disa sekrete që do t'ju bashkojnë akoma më shumë. Ju beqarët nuk duhet të keni zili të tjerët, por duhet të bëni përpjekje për të afruar pas vetes personin që pëlqeni. Çdo metodë lejohet, mjafton të arrihet qëllimi. Në punë do i keni idetë shumë precize dhe do ecni drejt qëllimit përfundimtar. Por parat nuk keni për çfarë të qaheni. Vazhdoni të bëni llogari para se të shpenzoni dhe situata do të mbetet e mirë. Ujori. Sot yjet do t'ju mbushin me mendime pozitive dhe ide fantastike për ta bërë jetën më të bukur. Për ata që janë në një lidhje do jetë një ditë jashtëzakonisht e favorshme. Do kaloni plot çaste të ngrohta me atë që keni në krah, do bashkëpunoni për çdo gjë dhe do gjeni mirëkuptim për gjithçka. Ju beqarët do keni një takim të papritur për vendimtar. Në punë ka mundësi t'u kërkoni shefave një specializim më shumë në mënyrë që të jeni edhe më të aftë. Mbështetja tyre do të jetë e pakushtëzuar. Buxheti do të jetë i shkëlqyer, kështu që do ndiheni të qetë kur të shpenzoni. Peshqit. Sot do influencoheni pozitivisht nga yjet dhe do bëni atë çfarë do ndjeni. Nëse jeni në një lidhje do keni ide brillante se si ta bëni çdo moment sa më të bukur. Edhe partneri do t'ju ftojë në restorante, koncerte apo mjedise që ju i adhuroni. Nëse jeni beqar, një mik do ju bëjë një ftesë. Duke e pranuar atë, nuk do e përballoni dot tundimin për të hedhur edhe ndonjë hap më tej. Në punë do kërkoni ta përmirësoni projektin që keni nisur dhe kolegët do t'ju mbështesin. Buxheti nuk do të jetë i keq, por ai mund të përmirësohet tej mase nëse shfrytëzoni mundësitë dhe pranoni propozimet për punë.